Ky ishte iftari i fundit që përgatita dhe muaji i Ramazanit iku kaq shpejt pa u ndjer fare. Shpresoj të na jenë pranuar veprat dhe adhurimet. Kësaj radhe ftova shokët e djalit me mamat e shokëve dhe ai mezi po priste donte të ftonte gati gjithë shkollën. Si fillim përgatitej një supë me shumë perime dhe fileto pule. Më pas marrë këtë kofshat e pulës dhe i preva me nga një vis që t'i hynte më shumë marinimi për brenda. Në një tavë mora dhe hodha erza të ndryshme që do i gjeni në përshkrim më poshtë dhe më pas i lyeva kofshat e pulës aty dhe i vendosa në një tavë duke i vendosur letër për pjekje duke e lagur pak ujë më pas në furrë për të pjekur. Për t'i shoqëruar përgatitja një pure patates, i ziva patatet, vendosa pak djalë, pana dhe qumësht dhe më pas e furlova derisa masa u bë kremoze. Puren e shtova në një tavë dhe më pas sipër i vendosa pulën që bëm në furrë. I hodha dhe lëngun e pulës përsipër dhe i lash për t'i dhënë një faqe në furrë. Mendova gjithashtu të përgatisje tacos krokant me fileto pule, me qep të gryajimit, hudhër dhe spec. Këto i griva kështu në forma të stërgjatura, më pas i skuqa duke i hedhur dhe mistër. Mora edhe këto tacosa që ishin me miell mistri super krokante, i vendosa djath gouda dhe djath cheddar përsipër dhe i vendosa në furrë për të pjekur. Për fëmijët mendova të bëja edhe këto makaronat e pjekura në furrë me sal, i skuqa pak në furrë me gjalp dhe më pas bëra edhe këto qoftet mini duke i vendosur sipër makaronat. I shtova ujë derisa u mbuluan dhe i poqja në furrë me gratë të ullit. Bëra edhe bryeshka me gjizë me petë të gatshme dhe fara sipër, disa brusketa dhe sallatë dhe ëmbëlsira për në fund tiramisu. Komentoni më poshtë se cila ju duk më interesante.